të njëjtën kohë kushti politik dhe kushti ligjor. Përputhja e të dyja politika e bën ligjin sidomos se pastaj mund ndrojë edhe kushtetutën. Gjela, ka bazë ligjore për shtyrje zgjedhjesh? Basha ka thënë prerë sot, edhe sot po të krijojmë qeveri teknike nuk ka. Ka shans për shtyrje zgjedhjesh? Ku kupton një Basha, po tani Basha është lideri i opozitës. Le tjetër lideri i opozitës që e emëruar, tani do më dëgjon mua. Unë nuk të ndërpreva. Nuk di ku i konstitucionalistët atë Bashën tani. Jurist është. Tani do vazhdojmë, do më pyete mua. Po, pyet Bashën. Tani çfarë? Problemi qëndron që bazë ligjore nuk ka. Aktualisht, sepse këta e kanë qepur kushtetutën në mënyrë provinciale. Nuk i kanë lënë kushtetutës frymarrje. Po ka një frymarrje kushtetuta, e cila e zgjidh situatën në qoftë se palët janë dakord. Do ta sqarojmë problemin më qartë. Ka një kërkesë politike për të shtyrë zgjedhjet, ta zëm, që e bën opozita, por këtu dëgjova që tha që opozita ka të drejtë, opozita nuk është koncept konstitucional. Nuk nje kushtetuta opozit. Kushtetuta nje majorancë dhe pakicë. Shumicë dhe pakicë. Nuk nje opozit. Pra, ajo mund tjetë pakicë dhe sështë opozit. Që nënë si ka fare, nuk e nje kushtetuta si koncept. Dhe unë nuk e kam lënë se këta këndash të vënër, jo, po opozita, jo, opozita, pëdollë që. Problemi që ndronë, që konstitucionalisht, kemi konceptin dhe aji shumë i pakët në kushtetut, pa një e vendosën. E pakicës dhe shumicës. Dakor zgjedhjeve, duhet të konstatohet një krizë. Duhet të konstatohet një krizë reale shoqërore. Jo politike, zotë politike. Sepse ligji ka karakter formal. Në qoftë se ligji nuk do ketë karakter formal, nuk ka barazim ndaj ligjit. Ligji nuk ka karakter logjik. Komunizmi e kishte karakter logjik. Ata thoshte ti nuk mund të kapësh mua me ligjet e mia. Por ligji, ne e kemi brenda doktrinës që ligji ka karakter formal. Aq më tepër një krizë politike, nuk shkelet. Do vi pra të ju them, nuk shkelet. Tani vjen problemi që ne nuk jemi një shtet demokratik. Ne nuk kemi një shoqëri demokratike dhe nuk kemi elitën politike, nuk e kemi demokratike. E kemi pasionante. Sepse midis atyre që duan të mbajnë për veten e tyre sot fshehin, shkatrojnë gjithë kombin. Kjo është aksion këtu. Nuk ka nevojë të më kundërshtosh. Problemi që ndron, brenda kësaj aksiome, brenda këtij konglomerati psikomotor, këtij që nuk ka arsye, nuk ka rezon politik, po ka vetëm dëshirë personale, edhe frikë personale në këto momente, se nuk është ajo që thonë këta kryesorja. Këta e kanë frikën të vetingu, po do diskutojmë nga më pas, po vim këtu të zgjedhjet. Pra, lind problemi tani ka një pyetje këtu, që në çfarë momenti ne mund të nxjerrim nga kjo klap politike, nga kjo klap juridike e cila është mortale, nuk të lë, që pa shkelur. Dhe ç'a ndodh? Unë jam kryetari i majorancës, ç'a mund të shkel ligjin? Ç'a do ndodhi? Sa i gjerën, s'do të shkoj ligjin, datë mos hyri. Kush të pyet njeri, po hyri populli në votime, nuk të pyet njeri hyrë apo syre ti, se do të thotë që ka renoncuar një parti, jo populli. Se këta, gjithë problemi që nga Enver Hoxha, dalë me njerë, që nga Enver Hoxha, deri tani këtu e kondicionojnë partinë barabart me popullin. Popullin mos këtë lidhe fare me partinë. Pra, do më linit apo i diskutimi tamam. Nuk i keni dëgjuar. Pra, problemi është këta e unifikojnë vetëm me popullin, nuk i reshtu. Popullin mund të në zgjedhje, që do bëjnë këta? Po çështja që ndron, a ka zgjidhje që brenda kësaj krize, brenda këtij momenti mos krijohet inër konflikt i brendshëm shoqëror në Shqipëri, ta zëm, ka zgjidhje. Cila ka zgjidhje? Do të shpallët gjendjen e jashtëzakonshme. Po, gjendjen e jashtëzakonshme këta e kanë, dale. Gjendjen e jashtëzakonshme këta e kanë në një mënyrë mizerabël. Nuk e kanë përcaktuar gjendjen e jashtëzakonshme. Gjendja e emergjencë, gjendja e jashtëzakonshme, po se çfarë? Doli lumja u çmend në kryetarët e partive, nuk thuhet. Ju thonë rava të madhe gjendja e jashtëzakonshme. Nuk ka rëndësi, e kanë kuazi blanket legjin e gjendjes së jashtëzakonshme. Pra, e kanë fjalën që ky ekuacion ka shumë zgjidhje dhe gjendet zgjidhja për të shtyrë zgjedhjet. Nuk ka problem në qoftë se të palët janë dakord.
por në rast se palët si janë dakord dhe njëra palë ri me intransigjencë, atëherë çështja është shumë e vështirë ligjërisht. Por shqiptarët nuk mund të rrinë pas zgjedhje. Ka një moment ngërçi, i cili do zgjidhet ose me kokëforcin e kryetarit maxhorancës, që thotë unë dua ligjin me opozitë pa opozitë do shkojë zgjedhje. Ashtu sikurse ka edhe një rrugë tjetër, e cila mund të zbutet. Tani vim që këtu nuk këtu një problemi, se këtu mund të jetë kompromisi i dytë, që s'ka nevojë të bësh zgjedhjet jashtëzakonshme. Ashtu më fal, të shpallësh gjendjet jashtëzakonshme. Se kryeministri nëse mbaron afati normal, nuk ka nevojë të thuash që kërkon qeveri teknike, se s'mund të jetë ai më kryeministër, sepse ka mbaruar mandati i tij real juridik. Ditën që mbaron kryeministri s'është më kryeministër. I mbaron kryeministrit forca juridike. Merreni pak për opinion pikal ti që tha Ngjela, se s'e kisha dëgjuar. Këta e din ministrin